محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahut i lutemi të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe veprave sjelljes tona, cili ndoqë i madhi Zot Allahu e udhëzon, nuk ka kush ta humbi dhe devijojë, dhe cili do që humb dhe devijon dhe zgjedh për veten e tij humbjen dhe devijimin, nuk mund ta drejtojë dhe orientojë te e vërteta dhe e drejta askush tjetër përveç Allahut xhella xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtetë, Zot që meriton të njihet si Zot e të adhurohet si Zot përveç Allahut. Ai është një i vetëm, pa ortak, pa shok, pa rival. Sido që ti imagjinohet nga mendjet njerëzore nuk është ashtu, nuk ka shembull dhe nuk ka krahasim. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte rob i Zotit, njeri pra, pa ishte dhe i dërguar i Zotit, para binte shpallë nga Zoti, dhe ishte njëkohësisht vula e profetëve, domethënë shfuqizoi para rendësit dhe ai është në fuqi deri në ditë të Kiametit. Sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mirësitë, bekimet, mëshira e Zotit qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që me dinjitet dhe sinqeritet ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. I madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu na drejtohet në Kur'an duke thënë: o ju që keni besuar, drujeni, friksojeni Zotit siç duhet, siç e meriton. Pra një frikë e cila çon veprat, e cila çon në kujdes, e cila çon në zbatimin e asaj që jemi urdhëruar për të. Dhe se vdekja mos t'ju gjej vetëm se duke qenë musliman të mirë, musliman të vërtetë. Dhe kjo është sfida. Se di kur vjen vdekja, atëherë duhet me qenë gati gjithmonë, e që me qenë gati gjithmonë, duhet me qenë gjithmonë korrekt. Zoti na boft të tillë. Amin. Nëse iblisi i mallkuar i ka shpall luftë njeriu, qysh kur ishte në balët dhe ishte statuj dheu, i sillej vërdall e thoshte vetëm pos mërej një herë në dorë, duke nisur nga Ademi alayhi salatu wassalam, e çdo fëmijë që lind sprovohet prej tij, përveç Merjemes dhe djalit të saj Isait alayhi salam, siç thuhet në hadith, e gjithë njerëzimi deri tek njeriu i fundit, shejtani i mallkuar e ka si synim që ta humbi dhe ta nxjerrë nga rruga e Zotit. Siç e përmendi Zoti në Kur'an se ju betua Allahut në surën Al-Araf, pra ne jemi akoma në surën Al-Araf, shejtani dhe njeriu apo njeriu përballë shejtanit. E Zoti i tha: robët e mi, të mirë, të sinqert, s'ke ç'të bësh. Mirë pa ai prapë edhe me këta punon. Madje me këta mund punojnë më shumë se sa me ata të tjerët. Se i tha një herë një prej hebrejve të Medines, i tha Abdullah ibn Mesudit: ore, tha, ju muslimanët keni shumë probleme me namazin, jo vezveset, jo po ngatrimet, jo po hummen jam namaz, hall të madh tha keni ju kur faleni. Kurse ne, tha, kur lutemi, kur falemi, jemi shumë përqendruar. E Abdullah ibn Mesudi i tha:
një përgjigje që mbeti si proverb më vonë, qale wa madha yaf'alu ash-shaytanu bi baytin kharib. Po tha, që duhet shejtanit me ne në shtëpi të prishme? Çfarë i duhet shejtanit që të rrinë në një shtëpi të prishme? Ai më shumë punon me këtë pjesën tjetër. Për këtë arsye dhe pritjet që priten prej nesh nga pjesa tjetër janë shumë më të mëdha sesa nga sjelljet jo korrekte dhe jo të mira që dalin prej nesh. Për këtë arsye dhe ne pastaj mund të përdoremi nga shejtani për t'i larguar njerëzit nga rruga e Zotit dhe nga feja e Zotit, se thonë ai pa edhe falet. Pa i shkon edhe në xhami. Falmi është për Zotin, vatja në xhami është për Zotin. Po mbetet një lloj, le të themi, imazhi dhe një lloj përgjegjësie dhe një lloj barre. Pra nëse njeriu duhet të jetë vetë korrekt në jetë, në momentin që shkon në xhami dhe frekuenton shtëpinë e Zotit, korrektësia duhet të jetë shumë më e fortë, kujdesi duhet të jetë shumë më i madh. Sepse na vin faturat dhe neve, siç na vin medaljet dhe neve, kur dikush prej nesh dallohet në mirësinë e tij, në sjelljen e tij, në shërbimin e tij, na vin dhe neve medaljet, thonë, filoni bravo, qofse shkon dhe në xhami, edhe ne gjithë tjerët e morim nga i medalje, po ndodh edhe e kundërta, kur ndonjëri prej nesh bën diçka jashtë xhamis, na vën dhe neve fatura dhe thuat, pa hahet mëse kështu janë, pa leja i kot, pa ike se falen kot, etj. Dhe shejtani këtë e ka si armë shumë të fortë për të punuar pastaj me ata të cilët janë jashtë dhe larg Islamit. E rëndësishme, i tha Abdullah ibn Mesudi, i tha, po çai duhet shejtanit, tha shtëpia prishme. Pra edhe ai më shumë të që punon, e më shumë të që merret janë pikërisht ata që janë në rrugë të Zotit, në fe të Zotit, në Islam, për t'i nxjerrë, për t'i devijuar, për t'i humbur, siç do të shohim sot, armët e sofistikuara që përdor Iblisi, shejtani i mallkuar, për të humbur njeriu apo njerëzimin. E mos harroni që përmendi Zoti në surën El-A'raf se ai gjithmonë vjen si këshilltar i sinqert. Këtë duhet ta kesh aja e muhabetit. Wa qasamahuma, ju betua atyre në Allah, në Zot, se unë du vetëm me ju këshillu, me zemër të pastër. Se shejtani gjithmonë kur i vjen njeriu për ta lujt dhe humb nga udha e Zotit, i thot gjë, ta kam me zemër të pastër, ma ngjaj çik këtë muhabet, me zemër të pastër. E në fillon shejtani pastaj muhabetet e veta, mirë për atë njeri që i bindet shejtanit dhe i largohet Rahmanit, Allahut. Dhe lumë për atë njeri që kundërshton shejtanin dhe i bindet Allahut, xhelle xhelaluhu. Se s'mndodh o vlezën dhe s'ka për të ndodh kur që shejtani ta udhëzojë njeriu ndonjëherë për mirë, nuk ndodh. Një herë tentohej me një pejgamber dhe një profet Zotit dhe pastaj tha pasha Zotin, tha sa ti je gjallë, nuk e këshilloj më njeri derisa të vdes. Armët që ai përdor për humbjen e njerëzimit. Prandaj le të dëgjojmë dhe të kemi parasysh se nëse na ndodh ndonjë goditje e tillë, ta dim që e kemi prej Iblisit, prej shejtanit të mallkuar, apo siç i thonë në gjuhën popullore, e kemi prej dreqit. E populli sa herë thotë dreq, larg qoftë, larg qoftë. Larg qoftë. Po thuaj sa dush ti larg qoftë. Po shkove mas atij, ka ardhur vetë në kokë. Po të dheq. Fjala jote larg qoftë nuk e largon. Se e do me largu, thuaj audhu billahi minash shaitanir rajim. Nëse e do me largu, mëse ngjo, mos ju bind. Dhe kujdes kur ai përdor ndonjë armë për të humbur dhe për të nxjerrë nga feja, nga besimi e kështu me radhë. Atëherë le të shohim së bashku armët që ai përdor. Arma kryesore që përdor shejtani në humbjen e njeriu, pra njerëzimit, është ignoranca. Nuk ka armë më të suksesshme në duart e shejtanit mallkuar se ignoranca në mesin e njerëzve. Kërdin bën me ignorancë.
Për këtë arsye, po të shohësh njerëzit e kanë shumë vështirë të mësojnë, sepse shejtani nuk do që të mësojnë. Sidomos kur bëhet fjalë për punët e fesë dhe të besimit, edhe më e rëndë bëhet situata. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an: "Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat." Allahu i ngren njerëzit besimtar ditën e Kiametit në krahasim me botën, me pjesën tjetër, dhe dietarët do të jenë mbi ta me gradë dhe me shkallë. Diferenca mes shkallës dhe shkallës është 100 vjet. Një dietar është më i rënd në luftë ndaj iblisit mallkuar se sa 1000 adhurues ignorant. 1000 adhurues ignorant ai mund t'i manipulojë në moment, ndërsa me një dietar atij duhet ndoshta një jetë e tërë dhe nuk e manipulon dot. Për këtë arsye thuhet se shejtani, kur themi thuhet, do thotë përmendet nëpër libra, por nuk është se ka transmetim. Ka dash t'ju japi një mësim nxënësve të tij, se ai man derse, mandaj ligjërata, mandaj vaza. Ka marrë një mësim dhe ju ka thonë, merruni më fort, thotë, me njerëzit e ditur, se po i humbëm ata, të tjerët i kemi në thes. I thanë ato, po jo, se e ke parasysh. Edhe ju dha një shembull, ta do shkojmë gjithë bashkët tek filon adhurus, i cili njihej për adhurimin e tij. Gjithë thoshin s'ka si ai në adhurim të Zotit. Bjerë dera, shkëput namazin ishte namaz natë, burri. Hap derën, shef një burr ke dera dhe i thotë, ora, thotë, kam i pyetje, thotë, kam menu gjatë gjithë kohës. Thotë, a ka mundësi Zoti gjithë botën ta fusin në këtë kokë rrëveze? E ky i shkretit, apo jo, orta, që shkrit mua bëtë, si u fut ka gjithë botën, tha me i kokë rrëveze. E vallaj, tha iku. E morët vesh, tha. Me i fjalë, doli. Shkojnë tek dietari. Derës, abet dera, thot po. Thot ora ka diçka, thot që po më rrim mendje dhe thash të pyes një herë. Tha, cila është pyetja jote? Tha, ka mundësi, tha Zoti, këtë botë, këtë univers ta fusin në këtë kokë rrëveze. I tha, po, edhe ty do të fusin në zjarr xhenemit. Po, Zoti, s'ka të pamundur për Allahun. Ama edhe ti e ke vënë në zjarr xhenemit. Pra jo vetëm që i dha përgjigjen, po e njofti se kush është pa tregu, pa nxjerr kartën e identitetit. E ignoranca është problem shumë i madh, sepse ignoranca është errësirë, është mjegull, e me ignorancë mund të bësh çfarë dush. Pra njerëzit mund t'i manipulosh, mund t'i mashtrosh, mund të bësh gjithçka sot në rrugë. Dhe ka më keq se ignoranca, që është ignoranca e përbërë. Ajo ignorancë që nuk e lën njeriu të përmirësoj veten, se njeriu ka një që thotë gjalla, unë nuk di, më mëso, ose si është kjo punë, ky është okay, ky është ignorant pozitiv, për ta puthur mball. Po ka ignorant negativ, që quhet ignoranca morekebe, përbër, që është kur njeriu s'din dhe nuk e din se s'din. Kjo është problem shumë i madh. Të s'ka doktoratur dhe shkencë ta mori përsipër. Sepse ai s'din, po edhe nuk e din se nuk din. Po ka edhe më keq se sa kjo. Ai që s'din po bën si i ditur. T'jep dhe men. Për këtë arsye flasin gjithë, shkruajnë gjithë, japin menime fetare të gjithë. Çfarë kualifikimi shkencor islam keni ju zotni? Ku keni mësuar? Kam dëgjuar shumë kaset, kam dëgjuar shumë video për islamin, kam lexuar shumë libra. Këta i thonë sikur ta hapi dikush një klinik kirurgjikale se ka lexuar shumë libra. Ka pa shumë video. S'funksionon. E një të gjithë dhe me islamin. Madje kjo është më e rëndë dhe më e rrezikshme, se këtu humb veten e humb njerëzit, kurse të në fund fare humb këtë botë. Për këtë arsye Allahu në Kur'an tekstualisht e përmend këtë gjë
Përmeni Zoti, një ajet është i gjatë ajeti, përmeni Zoti shirkun, përmeni Zoti idhujtarin, pra përmeni Zoti punët e fliqura dhe të shëmtuara, dhe në fund fare gjë, mbyllet ajeti duke thonë Zoti: Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Thuaj, Zoti im ka ndaluar gjërat e fliqura dhe të shëmtuara, ato që janë të dukshme dhe ato që janë të padukshme. Pra ato që bëhen haptës dhe ato që bëhen çeftës. Ka ndaluar idhujtarin dhe ka ndaluar që të flitet në emrin e tij pa dije. Thonë dietarët, i ka rëndit mëkatet nga rëndësia, nga më e lehta tek më e rënda. E filloi me haramet, pastaj tha shirku, pastaj tha të flasësh në emër të Zotit pa pas dituri. Ne nuk jemi kundër asaj që duhet flasë vetëm hoxha për fe apo dietari, jo. Kush ka dituri për një çështje le të flasi, po s'duhet flasësh për gjithçka. Ose duhet të jesh kompetent. Nëse je kompetent, vallaj na lehtëso punën edhe neve. Se themi referohu tek filoni. Për këtë arsye tha Zoti në ajetin tjetër kuranor: "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib, hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi al-kadhib." Mos u prononconi në emër të Zotit duke thonë kjo është halal e kjo është haram, duke shpif, duke gënjur. Njeriu kur thot për diçka duhet thot me dije. Atë ignoranca është arma më e fortë, është e shejtanit. Për këtë arsye, çdo njeri që ndërmerr rrugën e diturisë, me lajket i shtrin krahët para tij. Quhet xhihad nëse njeriu shkon me mësu në xhami, për vete apo me mësu të tjerëve diçka. Për këtë arsye, dhe iblisi i mallkuar një njeriu i cili do shkojë në ligjëratat islame, në derse, në çdo gjë që ka të bëjë me mësimin dhe diturinë, i hap atij 1244 punë. Dhe shiko situatat kur mbahen ligjërata. Sa pak është numri i atyre që prezantojnë. Sepse aty del puna, aty del koha, madje aty del edhe kafja dhe çaji. Se nuk pihet dot para namazit as mas namazit. Duhet pirë pikërisht në atë kohë, se në atë kohë do të zgjidhen gjithë problemet që ka bota. Në atë kafe 10 minutëshe apo 20 minutëshe. Sa për të harxhu kohën dhe mos me prezantu në mësime. Ose për xhuma për shembull. E gjen njeriu që vjen gjithmonë në fund xhumas. Janë ca herë sa thirrët i kameti hipin në xhami. Dhe ka disa të tjerë që shejtani thot hap celularin se të ka ardhi mesazh. Dhe ka ca të tjerë që kur përmahet hutbe e xhumas ai kontrollon atë shef, që ka ndaj lajm të ri. Sa është pa zhurmë ka bos silent dhe shef. Po ti del pa xhuma në shpirt. Leje që del pa xhuma, po ti del edhe pa dije, se mund të jetë një tematikë apo një problematikë e trajtuar për xhuma dhe ti shkon dhe i bën shirk Zotit pa e ditë. Se s'ke dëgjuar hutben, ke parë TikTokun, o TikTokist, o Instagramist, o rrjet socialist. Çudi e madhe me njerëzit. Shejtani këtë ka armën më të fortë. Po ja arriti këtu, manipulimin pastaj e ka shumë më të kollajshëm dhe më të lehtë. Arma e dytë që ai përdor në humbjen e njeriut janë vezveset, dyshimet. Ai tenton një herë me të fut në dyshim ka Zot as ka Zot i herë. Çon një herë larg fare. Nëse këtu dështon, po mirë, po pse duhet ketë feja vëlla, është puna feve, si është puna feve. Nëse këtu dështon, po e ke parasysh se nëse këtu dështon, po si është thonë kjo, vëlla, po e ke parasysh Islami para 1500 vjeç bota, po ecën për etj, mundohet. O të fusi dyshime në Zot dhe në ekzistencën e Zotit, siç tha pejgamberi alayhis salam, nuk është shpike që unë po e bëj. Kam zbuluar diçka unë sot dhe po a them juve. Nuk i ndahet shejtani ndonjërit për jush derisa ti thot, kush e krijoi tokën? Allahu. Shejtani përgjigjet.
Kush e krijoi qiellin? Allahu. Kush e krijoi universin? Allahu. Pa Allahun kush e krijoi? Pejgamberi sa më ka thonë kështu thjesht, po me kuptimin që ai me çekiç në kokë ndahet. E nëse ndonjëri për jush i vin mendime të tilla, le të thotë amantu billah. Kam besuar në Allah, kam besuar Zotin tim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. O Zot, më ruaj nga ngacmimet dhe fiksimet dhe dyshimet që do të më fusë shejtani i mallkuar. Ose thuaj Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'a. Allahu është Zoti im, nuk i bëj shok Zotit askënd dhe asgjë. Dhe normalisht kalohet kjo fazë. Por ai, nëse e kalon këtë fazë, thotë po mirë vëlla, po çfarë duan fe të tjerë? Fet janë si partitë politike, këtë si popull e kemi në gjak këtë formulën, këtë që thash unë sapo tani sa thash, e kemi në gjak, sepse jemi brez i ardhur nga komunizmi. Dhe komunizmi kështu ushqente. Feja është opium, fet janë si partitë, sepse ajo ishte vetëm një parti. Nuk lejonte që të kishte të tjera, e si pasojë edhe fet janë si punët e partive politike, kështu me radhë. Munohet shejtani. E nëse njeriu thot prit më vëlla, nëse ka Zot, e nëse ne jemi krijesat e tij, a nuk duhet të ketë një manual jetese? Cili duhet të jetë standardi? Cili është morali? Cilat janë vlerat që duhen ruajtur apo nuk duhen ruajtur, apo gjërat që nuk duhen bërë? Kush do ta përcaktojë standardin e moralit, e vlerave? Kush do ta përcaktojë? Çdo njeri mund të tekët bëj çfarë doj në emër të Zotit apo për të kënaqur Zotin? Jo, më duhet të ketë patjetër. Mund ta kalojë edhe këtë fazë. Thot patjetër duhet të ketë. Dhe vjen tek faza tjetër që thotë po ke parasysh para 1500 vjeç që po bota arabe. Po pse s'flasin shqip këto vëlla, po flasin thuçi, unë tani me çfarë gjuhë po flas vëlla? I thash njëri, çfarë gjuhë po flasin bashk? Thash i kanë gjuhë hutbet e xhumastit, çfarë gjuhë flitet aty? Shqip. Pse thonë me flisin arabisht? Kush tha që flasim arabisht? Ose turqisht? Janë disa gjëra dhe formula që bëhen për unifikim. Sidomos kjo kohë që po na mushet veni me emigrant. Jemi bo dhe ne vend me standard, mashallah. Do të vi këtu pakistanezi, do të vi këtu indoneziani, do të vi këtu algjeriani, do të vi këtu nga Afrika, do të vi këtu nga gjithë bota. E po ti ishte shqip, si da mori vesh ai çapo knohet, çapo thuhet. Si da kuptoj ezanin ai. Or mund të jetë një turist vëlla, se jemi mashallah dhe në turizëm, jemi mashallah. Vjen amerikani musliman, vjen anglezi musliman, vjen norvegjezi musliman, vjen suedezi musliman, vjen francezi musliman, vjen gjerman musliman, vjen italian, komshit ton musliman. S'ta kuptojnë ato çapo thuhet, çapo lexon imami, a duhet më ra në ruku apo duhet më çu prej rukuje? Kështu po shejtani punon. Jo po se adheun, si adheun, kujt po flet për adheun? Shivicik ata të cilët kanë firmos pavarësinë, sa ka qenë numri jonë. Shivicik numrin e xhallarëve të vrarë në luftën e Kosovës, Turçekës, e të plagosur. Po shejtani punon. Shejtani munohet që të fusi ngacmime dhe komplikacione të tilla që njeriu të si o mos të besojë në fe, ose nëse beson të largohet nga Islami të paktën. Ose të bëj atë që quhet përzgjedhja. Islami çfarë thotë? Islami është mashallah, po e ke parasysh kjo nuk është se kohët kanë ndryshuar. Zoti si jetë që kallzon Allahu të fen dhe besimin. Qul tu'allimun Allah bidinikum, do në më mësu Zoti të fen, besimin. E po Kurani në rregull, po këto hadithet, kush jeti më zotni? Kush jeti më që do më i bëj gjyqin Islamit? Pra mundohet shejtani në çdo lloj forme që të afusi vezveset, dyshim, ose në Zot për shembull, po si mund të jetë si mund, për fytyrime të gjërat. Për këtë arsye thotë Islami është i pa imagjinueshëm, i pa krahasueshëm. Sido që të mendohet nuk është ashtu, dhe e ka mbyll Islami historinë e kësaj pune. Pa ai që është i paditur e ngacmon shejtani. Prej armëve që ai përdor në humbjen e njerëzimit është zbukurimi i veprave, sidomos
i traditave dhe zakoneve të trashëguara të parëve tanë. O vlla, po këta e kemi tradit mira veçare në o shoku. Qa thotim vlla? Po këta e kanë bërë prindrit tanë, gjyshit tanë me kohë vlla. E kemi të trashëguar brez mas brezi. Thonë që ky ka qenë ai historiani që shkruajti historinë e fisit. U azbukuron shejtani, sidomos kur bëhet fjalë për paganizma, kur bëhet fjalë për besytni, kur bëhet fjalë për hajvanliqe. O vlla, po çfarë thotin vlla? Po çfarë thotin? Ose zbukurimin e traditave të jo besimtarve, mjafton që të ketë ardhur nga vendet që kanë ecë shumë përpara. Me ta zbukuru shejtani kot muhabetin. E për këtyre gjërave që ka filluar shejtani të zbukuroj, është futja e idhujve në vendin tonë. Nuk ka qenë tradit. Është bërë tradit tani që vinë nga India dhe nga Kina sjellin statuja. Këto statujat janë të gjitha idhuj atje. Dhe dikush i fut për kulturë, për të zbukuruar ambientin, për të zbukuruar mjedisin, për ta lënë ke lokali, për ta lënë ke hyrja e shtëpisë. Atë si xhind ashtu. Mirë, po kjo, o vllai im dhe motra im, është idhujtari. Ti ke sjell një idhull dhe e ke fut në shtëpi, në lokal, ke zyra apo diku tjetër. Dhe ky idhulli, e para gjë, nuk futen më me lajket në atë vend, vetëm dreqnit dhe shejtan pafundësisht. E para gjë. Dhe e dyta gjë, i Zoti di se çfarë do të ndodhin brezat në vazhdim. Edhe kur të vi, po dëgjon stër nipi jot dhe thot, çfarë thotë valla, po gjyshi im ka qenë adhuruesi këtij idhulli. Se ja kemi gjetë ke shtëpia, ja kemi gjetë ke zyra, e gjetëm në raftin e tij të rrobave personal. E si pasojë me sa duket 4-5 ta gjyshi im kur viste rrobat, i falte i herë këtij në dilte pastaj nga shtëpia. Etj. Se shko tek idhujtaria si ka lind idhujtaria, kështu ka lind. Prandaj bëj thirrje gjithë tregtarëve dhe biznesmenëve që sjellin, mos na sjellin idhuj në Shqipëri. Mos na sjellin zota. Sepse do të jenë mbartësit e mëkatit nëse dikush nesër pas nesër do të shkojë në ndjesi në raport me këto statuja që futen. Allahu na ruaj. Prej armëve që ai përdor për humbjen e njerëzit është se mundohet që njeriu ta fusin në botën e epshit dhe kënaqësive. Flasim për epshin, flitet për atë që është i ndaluar, nuk flitet për atë që është halal dhe i lejuar. E ftoh njeriu nga ai epsh që është halal dhe në të cilin njeriu merr sevap dhe shpërblim, dhe afron tek ai që është haram dhe i ndaluar me të gjitha llojet e veta. Sidomos në këtë kohë ku të vjen oferta, ti mund të jesh duke pa një ligjërat islame, ti mund të jesh duke lexuar diçka shumë bukur që të afron me Zotin, të del anash. E më keq akoma ku mënyrat e privatësisë janë forcuar shumë, e si pasojë njeriu është i sigurt se s'mund ta shohë kush apo s'mund ta dëshmojë kush atë që ai po bën. Dhe fillon derisa të kthehet në skllav dhe në rob i gjës. Prandaj kot nuk e përmeni Zoti të parën. Dhe kot nuk tha Zoti e shejtanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Shejtani ju urdhëron në punë të fllihta e pshore. Ty e ka ai synimin kryesor. Dhe indirekt kur e futi Ademin a.s. në mëkat dhe në gjuna që hongri pe pemës, çfarë ndodhi? Efekti i parë ishte zbulimi i auretit. Për këtë arsye, po ta shohësh në surën e Araf, po ta shohësh në surat e Araf, Zoti urdhënon njerëzit që të vishën mirë. Për këtë arsye në Islam ka diçka që quhet auret.
Çfarë do të thotë auret? Pjesa e turpshme e mashkullit që nuk lejohet shihet nga të tjerët. Pjesa e turpshme e femrës që nuk lejohet shihet nga të tjerët. Në surën Al-Araf përmendet veshja. Madje, sidomos tot kur shkonin në xhami. Ajeti tjetër. Ja beni Ademe, khudhu zinatakum inda kulli masjid. O ju besimtar, o ju njerëz, kur shkonin në xhamia vishuni sa më bukur dhe sa më mirë. Ne dikur këtu në xhami kena pas xherabie të varme në fund të xhamis. I kam hequr unë me urdhër. Po se jo, ç'të keq që ka. U s'kam asnjë problem me xherabien që të vishet. Po këto dalin me avret për jashtë, e kur vjen koha për të fal namaz, shkoj futi xhelabia ai, falet, tamam rregull, mashallah namazi, e kur del për jashtë, del me avret për jashtë, jo më zotni. Nuk e lejojnë që të bëhemi ne sebeb që njerëzit dalin me avret zbuluar jashtë, nuk e lejojmë një gjë të tillë. Pa i mund ta marrin qese, le ta marrin çantë, është zgjedhja e tij. S'ka, kështu në këtë lloj forme jo. Erdhi njëri një ditë këtu, tha, a është ata, themi diçka, i thashun. Tha, thuj, burr, tha njerëzve, tha që të vishin një çik më gjatë, ose në qelloj, tha, u fala mas njonit, edhe llojin e mbathjeve e lexova, çfarë lloj kishte. Thash, po ti është shpirt shifshën sejdë, pse pe mbathjet e atij. Po shejtani, tha, Calvin Klein. I Zotin madh, elhamdulillah. Aty shejtani punon shumë. Punon që njeriu të zhytet në këtë pjesë, për këtë arsye tham Islami që mos na nxjerrë fjala nga fjala, urdhëroi që të mbulohet aureti. Burri thotë ka nga kërthinza deri tek gjuni, ndërsa femra gjithë trupin e saj përveç fytyrës edhe duarve. I pini komentin pasaj si doni, jo po Islami që i bëhet femrës, e kena kalu këtë fazë. Amenna billah, kemi besu Allahun. Dhe dim që ka thonë Zotë është më mirë se që thonë ju. Maroj historia. S'kemi në mend t'ju ngjojmë. Për këtyre armëve që përdor shejtani, faktikisht unë doja t'i përmendja të gjitha, po nuk jemi mirë me kohën e di, është arsyetimi i vetvetes në mëkat. Ke parasysh kur bën njeriu diçka se lehtësimi i gjës. Po nga që ndodhim, nga gjithë e bëjnë, po kështu janë duke ecë gjithë, kështu janë duke bërë gjithë. O vlla, po me qira do trim në gjithë jetën, vdesim me qira, për shembull, për arsyetimeve që përdorin njerëzit për mark interesa, etj. Arsyetimi i vetvetes. Kur njeriu bën diçka, arsyetimi i vetvetes. Ose humbja e shpresës kur bën gjuna. Po ti e ke ditë dhe nuk e ngjove ti hoxhën në ditë që tha që është haram. Kot, ku muhabet. Humbja, ta largoj njëu nga mundësia për të penduar, për të kthyer tek pa ja, vlla po ti e ke për herë dytë, mirë herë e parë. Po e ke për herë dytë sot, ose e ke për herë pestë. Shejtani këtë do faktikisht, që ti mos pendohesh dhe të përdor formula në të dukshme duket sikur janë formula halal, po faktikisht janë komplet helm. Prandaj kujdes, mos arsyeto veten kur ka bë, po thuaj o Zot më fal. Mos u bë si iblisi, se iblisi arsyetoi veten dhe Zoti e përjashtoi. Thuaj o Zot më fal, o Zot e bona, o Zoti im. Nëse njeriu e thot dhe ja pranon gabimin Zotit, Zoti thot sikur gjithë jetën ta bësh kom për ta fal prap. Sa është Zoti im vëlla, ai e din dobësinë tonë. Po ne nuk njohim faljen dhe mëshirën e tij. E për armëve që ai përdor është mbjellja e pemës së shpresës dhe të ardhmes dhe se do ta bëj më vonë. Shumë njerëz, vëllezër dhe motra, humbin këtu ke kjo pjesë. Pa e se kaku, ja sa të ashtu, po sa të, deri sa, ja do ta. Dhe i vjen vdekja në gjumë. S'doli koha as për sa të, as për do të, as masi. Në gjumë, gjenaze, në heret. Bilet me vajtje pakthim. Për këtë dynja, se do të kthehet
kur dalin para Zotit. Prandaj nëse ke për të bërë diçka boje, nëse do të heqësh dorë për diçka, heq dorë. Nëse duhet bësh diçka, bëj o vllai, mos e lër me dotën. Sepse dotëja nuk dihet a do të arrim dotën apo do të arrim vetëm dën nga dotëja. E se kapim dot on nga dotëja. Edhe ata që thonë, unë do ta bëj, unë do të filloj, o Zotni filloje. Pse thu unë do të filloj faljen? Po pse do ta fillosh? Filloje. Unë do të heq dorë për kësaj, o Zotni hiq dorë, marrë punë. Friksimi nëpërmjet varfërisë është për armë më të forta që përdor shejtani. Për këtë arsye shumë njerëz nuk duan me ditë se është haram apo halal, sepse është problem shumë i madh. Si do i rris fëmijët? Bota është në luftë, çfarë po bëhet? Edhe hec vlla, po se do të bëj sa filoni, sa të hapi firmë, se pastaj do të pendohen, pastaj do t'i lej. Mirë, inshallah. E gjithë kjo në emër të varfërisë. Thuti që ky person s'ka çfarë me hongër, e si pasojë do të më vazhdu. S'ka si jeton. Për këtë arsye s'duhet më u falë më u lut, se po ta ashtu po ta heq nga thuti që sot po s'punove këtu, janë mbyll gjitha rrugët e tjera. Veti më Zotni kushti, thotë gjë, unë vi dhe do të punoj, po unë falem, që do të thot 10 minuta çdo ditë në kohën e punës unë do t'i marr për namaz. Po më vlla, unë do të punoj tek ti port, për ditë xhumaje 1 orë du pushim. Ta kompensoj me 2 orë, me 3 orë, ta kompensoj me gjysmë ditë të shtunën. Ama xhuman e du pushim 1 orë, jo gjithë ditën, pak të 1 orë, kohë xhumaje. Se më vlla los shejtanin me ty me varfërim. Thotë që po s'punove këtu, po s'pati këtë pozicion, I thash njënë vlla, pa I ke thonë të ati shefit, pronarit, jo, thë si kom thonë se sa kom fillu. Po thuj se ai mund të jetë besimtarë, burr. Ai mund të thotë hajde falu ke zyra, falemi bashkë. Çfarë ke valla që ke frikë nga feja jote? Pse trembesh? E për armëve që ai përdor është mendje madhësia. Çdo kush ka diçka me të cilën dallohet. Iblisi, shejtani I mallkuar, dallohet me mendje madhësinë. Gjallë në botë nuk pranon të vërtetën nga tjetri kur I vjen. Ka qefta për të çmuar tjetrin, e kjo është sifati I shejtanit. Prandaj, që mos të jesh tek mendje mëdhej, 2 gjëra duhet të kesh. Nëse të vjen e vërteta nga çdo kush, pranoje të vërtetën. Dhe e dyta, mos përçmo askënd. Se si ti më I mirë se sa të tjerët, gjithë jemi të krijuar nga Zoti. E nëse kemi ecë diku në jetë, apo kemi arrit diku në jetë, apo diçka në jetë, edhe atë e kemi prej Zotit, nuk e kemi prej vetes tonë. Prandaj, mos u bëj mendje madh. Sepse është gjë më e urryer te Allahu xhelle xhelaluhu dhe është sifat, cilësi e iblisit, lanetullahi alayhi. Prandaj kujdes. Dhe arma e fundit që ai përdor që po përmend unë, e para fundit faktikisht, sepse e fundit ishte llogarit për hutbën e dytë, po me sa duket do të ngjeti për hutbën e radhës, është zilia dhe smira. Zilia dhe smira. E s'ka gjë më të keqe të trashëguar nga bota e xhinëve tek bota e njerëzit, nga shejtani dhe drejti tek njeriu, se sa smira dhe zilia. Një zjarr I përmendshëm pse tjetri po ecën, pse tjetri po përparon, pse tjetri ka arrit diku, pse tjetri po ka sukses, një zjarr I papar. Po çfarë ke më valla? Po lutju Zotit ta kesh dhe ti siç e ka ai tjetri më burrë dhe. Jo, ai mos ta ketë. Po pse më valla ai mos ta ketë? Ta ketë, ai ta kesh dhe ti thua, o Zot, siç ke dhënë filanit, mi për dhe mu. Një zjarr I mendshëm, ama kanë thonë nuk ka sëmundje më të drejtë se sa sëmundja e zilis. Pse? Thotë shkatron një herë të Zotin e vet, e djeg, ja djeg për mendshme. Shkatron. Pastaj dëmton tjetrin me cilën ai bën krahasimin,
Apo ka urrëtien, Zot na ruaj. Ka njerëz që kanë urrëtiet pa parë, pse dikush ka bërë tregti, pse dikush ka shkollë, pse dikush i ka fëmijët në punë, pse dikush i ka martu fëmijët, pse dikush po ecën mirë, pse dikush ku dëgjon ndiqet kaq shumë kot në rrjetet sociale. Etj, lloj historish. E gjithë kjo ndërtuar me smirën dhe hasetin. Me po kanë thonë, ai njeri që ka smirë dhe haset, e para gjë nuk është i kënaqur me Zotin, se çdo njeri në jetë nëse arrin diku e ka prej Zotit. Pra ti më zotni, nuk je i kënaq me Allahun, që këti i ka dhonë, po ty s'ka dhonë akoma. Këta e ka ngrit, po ti je akoma ku ke qenë. E kjo është smundja e iblisit. Për këtë arsye, dy janë mëkatet e para që janë bë ndaj Zotit. Mendjemadhësia që e bën iblisi dhe smira, zilia që prap e bën iblisi dhe vazhdoi pastaj edhe në tokë me dy djemtë e Ademit a.s. që mëkati i parë i bërë ndaj Zotit mbi sipërfaqen e tokës ka qenë smira. Vllai me vllain. Prandaj nëse vjen diçka, thuj mashallah. O Zoti ja boft marr. O sa mirë me Zoti e bekoft. Zoti i dhon të marsi, Zoti ja shtoft. O Allah, më jep dhe mua siç e ke dhënë atij, Allah, se ti s'ka gjë që ty të mungon. Dhe i lutet Allahut dhe e kthen çdo gjë në raport me Allahun, jo me njeriu, me tjetrin, me X-in dhe me Y-in, sepse kjo është shkatruese. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha e rrun njeriu. Si e rrun i thanë ato? Jo flokët tha, po ja rrun sevapet, ja rrun imanin dhe besimin. Domethënë, ja fshin Zotin armën. Arma e fundit që përdor shejtani në humbjen e njeriu është marrja e tij në thonjza me butësi dhe me përshkallëzim. Pra kur vjen shejtani tek njeriu, nuk vjen qysh fillim me nxjerr nga Islami. Përdor metodika nga ato që përdoren ato armët që ne i përdorim, mirë po ka synim. Cili është synimi i tij? Thotë si fillim, qëllimi kryesor të shkojnë në mohim të Zotit. Nëse nuk arrin të mohoj Zotin, të mohoj fen. Agnostikët. Nëse nuk arrin të mohoj fen, mundohet që ta fusi njeriu në shirk, në idhujtari. Në format nga më të ndryshme të shirkut, qoftë shirku i madh, nëse sa arrin dot ky shirku i madh, mundohet tek shirku i vogël. Pra fitoria më e madhe e shejtanit është kur e çon njeriu, nëse nuk arrin tek mohimi i Zotit apo tek mohimi i Islamit, mundohet që ta çojë në shirk brenda Islamit. Siç not, dhe siç dim të gjithë, s'lan mal e kodër e lugin pavun ka i faltore, pavun ka i diçka, se ka shkel filoni, me kom filoni, erdhi me kokën sjetull, filoni e ku t'i gjonë me fjalë, se nga i gjenë, se nga i marrin me fjalë, e dymden njerëzit, të i bo shok Zotit, të bo kurbane, duke bërë o Zot. Shirku. Nëse nuk arrin shirkun e madh, shirkun e vogël. Nëse nuk arrin dot shirkun e vogël, mundohet tek bidatet e zeza, tek bidatet e kobshme. Se ka dhe bidatet tjera, por që nuk janë në atë shkallë. Si puna atyne që në emër të fesë dhe të besimit shkon ke i vdekuri, nuk beson se i vdekuri është Zot, po beson se ky i vdekuri i ka dyert hapta atje lart, në çfarë i thotë ai Zotit, Zoti ja kryen këtij. Ky është bidat i kobshëm, çon deri në shirk. Pra i thotë, nuk besoj se ky është Zot. Astaghfirullah, thotë Zoti është një. Po pse vjen këtu deri Zotni? Thotë se ky i thotë Zotit, i lutet Zotit, edhe Zoti e ngjan këtë më fort se sa unë. Kjo e çon njërin deri në shirk, Zotin armën. Pastaj vjen mundohet tek besytnit. Ishim i ditë në tavolinë, edhe ai që kisha përballë vëlla musliman, mashallah, më thonë, se çka kapi fytin kështu, i fryti me i herë. Masi qike, unë e lash. Masi qike kapi, po e qojtë e dorën aty. Sa e preku tash vëlla fry durve, mos harro, ha? E kuptova, e mora mesazhin. Besytni nga më të çuditshmet. Hona e re apo hona e vjetër? Hona e çelur apo hona e mbyllur?
mes bajrameve apo jashtë bajrameve, me kurban ta hapin themelin apo pa kur e gjonat e tjera që o Zot na ruaj, sa besutni ka, edhe pse i thon vetes musliman. Nëse nuk arrin deri këtu, pra tham me përshkallëzim, dështon tek e para, hudhet ke e dyta, nuk mërsitet. Dështon tek e dyta, shkon ke e treta, dështon tek e treta, shkon ke e katërta. Dështon tek e katërta, vjen tek e pesta, që është gjunahet e mëdha. Mënohet njeriu ku ta fusin gjunahet e mëdha. Ku ta fusi në mëkate dhe në gjunahet e mëdha. E nëse dështon, mënohet që njeriu ta largojë nga bërja e obligimeve, farzeve, vajxhibeve. Se që hapi punë kohë namazi, del namazi nga koha e vetë. Mënohet që ta largojë njeriu nga farzet, nga vajxhibet. Mundohet shkalla tjetër është që ta fusi njeriu në bërjen e harameve të thjeshta, se ka harame të mëdha, gjunahet mëdha, po ka dhe gjunahet vogla. Shikimi, dëgjimi, përgojimi, gjana kështu, mundohet ai që kur dështon me ato të mëdha, mundohet me këto të voglat. Sepse kanë thonë, siç thuhet në hadith, gjunahet e voglat janë si puna e kujt, si puna e shkarpave, është i zgjutaj. S'ka gjë thot me të vogla, po të voglat po u mushi lugin me të vogla, të fikin derën. Nëse dështon edhe me këtë pjesë, atëherë mundohet që njeriu ta largojë nga synetet, nga nafilet, nga gjërat që janë të pëlqyeshme në Islam. Tha njëri, pyetje, kishte ardhur një pyetje. Kam kaq vjet që i fal farzet rregullisht, po s'kam fal asnjëherë synete. A hyn gjunaf apo jo? Po si ka mundësi për shkak që njeriu të ketë 10 vjet që fal farzet vetëm? Aty e kalon ai. Ka thonë këtu se janë rregull Allah, synete. E nëse dështon edhe me këtë, është largimi i vëmendjes nga ajo që është më e duhura dhe më e rëndësishme për momentin. Ka disa gjëra që janë shumë të volitshme për t'u bën në atë moment. Për shembull, u thirr ezani? Po, mas ezanit çfarë duhet bë? Salavat dhe duaja e ezanit. Dikush thotë se jam të lexuar këtë pjesën e Kuranit. Sa ta marrë këtë pjesën e Kuranit? Iku, mbaroj. Humba atë që është më e duhura në këtë moment. Se ti Kur'anin më të lexosh edhe mas 38 sekondash, po ja ai atë të zmadhon atë pjesën e Kuranit, sa ta mill këtë faqe, sa ta mill gjuhë, e rëndësishme të hiki kjo. Do të thoshte vëlla, po ka qenë sofistikuar që nga se njihni jo pasun se njoh mirë. Kështu që është i papam. Është i papam e mos ja pafshim suratin. E fundit fare është futja e vezveseve në punë të fesë dhe të adhurimit ose për njerëzit. Foli për mua, çfarë thanë, më duket se më foli merr abdes i herë, po më duket se kishte ngel një 0,001 milimetër pa lag edhe i herë. Pastaj më duket sikur kjo pjesa e thojt, edhe i herë tjetër. E vezvesen pastrim, e vezvesen në abdes, e vezvesen në namaz, e tjerë. Po mirë armët na i tregove, po si të ruhemi prej ti, hutbja tjetër, çfarë do të bëjmë? Këtë punë kemi, do të merremi me iblisin derisa ta degenerojmë inshallah. Ti e tregojmë gjitha çfarë bën ai, e Zoti na ruaj për sherreve të tij. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.